Rutina e gjumit e preferuar. Nëse keni filluar të zgjoheni herët dhe të punoni në ato orë të hershme të ditës, do të kuptoni se është goxha e vështirë që të jeni të qëndrueshëm çdo ditë me të njëjtën rutinë. Dhe nëse hulumtoni për shkaqet e kësaj jo qëndrueshmërie, do të kuptoni se arsyeja kryesore është se është e vështirë të rregulloni gjumin tuaj. Një ditë flini mirë dhe rrjedhimisht zgjoheni herët dhe mund të punoni shumë. Ditë të tjera nuk flini aq mirë e pastaj këto orët e mëngjesit bëhen goxha të vështira të realizohen. Gjumi, si çdo aktivitet tjetër që ne e kryejmë si njerëz, mund të shfrytëzohet në mënyrën më të mirë duke u planifikuar mirë paraprakisht dhe duke ndjekur një rutinë të njëjtë për çdo natë. Ndoshta ti mund të thuash: "O njeri, unë vetëm gjuhem në shtratë dhe fle." Në rregull. Kjo është njëra prej mënyrave, por ja të tregoj unë dhe një tjetër. Provoje këtë dhe më trego pastaj nëse nuk të është ndërruar gjumi në një përvojë dobipëruse, shpirtërore dhe plot mirësi pas kësaj. Rutina e fjetjes në vijim kërkon që të përgatitesh për të së paku 90 minuta para se të biesh të flesh. Dhe baza e saj është ndarja e këtyre 90 minutave në 3 pjesë. 1/3 për Zotin tënd, 1/3 për vete, 1/3 për vetë gjumin. 1/3 për Zotin tënd. Kjo fillon duke marrë gusull, pastruar dhëmbët, veshur rroba të mira dhe parfumosur dhe duke falur tehexhudin dhe vitrin për Allahun e madhëruar. Nëse preferoni të zgjoheni para kohës së sabahut, natën dhe t'i falni këto namaze nate, atëherë gjithsesi vazhdo me këtë. Megjithatë, nëse nuk beson në veten tënde se mund të zgjohesh aq herët, është më mirë që ti ta falësh namazin e tehexhudit dhe vitrit para se të flesh. Kjo është pjesa më e preferuar e ime e rutinës së gjumit dhe më e preferuara e ditës. Është një përvojë aq qetësuese pas kalimit të një dite të gjatë të lodhshme, të qëndrosh para Zotit tënd, të recitosh ajetet e tij, t'i lutesh atij dhe të kërkosh prej tij çfarëdo që dëshiron nga kjo botë dhe nga tjetra. Bëje këtë për disa net me radhë, nuk do të dëshirosh të ndalesh më së vepruari kështu. Në fakt, gjatë ditës tënde, do të mendosh rreth këtij momenti dhe ta presësh me gëzim. 1/3 për veten tënde. Kjo është koha kur do ta përgatisësh veten për gjumë duke veshur pijamet, duke rënë në shtratë dhe duke lexuar një libër të mirë për një 30 minuta. Nëse do të ishe si unë, ide dhe mendime të ndryshme do të paraqiten në kokën tënde duke lexuar dhe do të dëshirosh t'i ruash për më vonë. Për to, unë mbaj një fletore të mirë dhe një laps afër që të shkruaj menjëherë çdo gjë dhe për një mend çdo gjë që vjen në përmendjen time. Do të befasojeni se si sa ide madhështore burojnë nga këto 30 minuta. Si zgjidhje tjetër në vend të leximit, mund kalosh 30 minuta duke shënuar në fletore idetë, planet dhe projektet që të vinë nëpër kokë. Nuk keni nevojë të vini me ndonjë ide apo zgjidhje perfekte, por thjesht sill nëpër kokë aq sa mundesh mendime dhe pastaj fli me to, siç thotë një fjalë popullore, në mëngjes do të befasohesh. 1/3 për gjumin tënd. E kam cekur se kjo është 1/3 për gjumin tënd. Mirë, por në të vërtetë kjo është 1/3 për Zotin tënd që ta bekoj gjumin tënd. Dhe faktikisht, kjo përmban edhe duat dhe ajetet që duhet lexohen para gjumit sipas sunetit pejgamberit Muhammed paqja qoftë mbi të. Këto përfshin recitimin e surës Mulk dhe surës Sejdë dhe lutjet e tjera të rekomanduara para gjumit. Për mua, kjo pjesa e fundit e traditës është sikurse qershia në majën e tortës. Asgjë nuk të mbush me më shumë qetësi se sa të flesh pas përshpëritjes së fjalëve të Allahut të madhëruar. Ja pra ku e ke. Rutina e gjumit e preferuar. Mund të mendosh se zgjat shumë, mirë po nuk kam pasur ditë që e kam bërë këtë e që nuk kam fjetur qetë dhe jam zgjuar i qetë. Shpresoj që të ndihmoj edhe ty dhe të kesh një gjumë të ëmbël.